unë nuk para jam njeri i keq, në sensin që nuk e çoj asnjëherë shakan deri në fund. Por këtë natë jam sjell kuptohet brenda humorit, brenda shakas, në mënyrë të pamëshirshme me Fevzon. Pse? Fevziu kishte vendosur që të shkonte në Prishtinë. Po. Normalisht Për ditën e pavarësisë. Për ditën e pavarësisë si do rinte Fevziu në Tiranë. Dhe në Tiranë redaksin dhe moderimi kisha vetëm unë, sepse kishte ik Fevziu, kishte ik Shkullaku, kishte ik Berat Buzhala, Andi Bushati, mos gaboj, Batoni ishte atje, kështu me radhë. Atë natë dhe atë ditë ka qenë një ftohtë illatar. Domethënë, ta thoni që shkonte deri në -18. Dhe unë isha kaq i poshtër sa Fevziun e mbaja më gjatë se gjithë tjerët, por ndërkohë Dhe ti vazhdoj bëj pyetje. Vazhdoj bëj pyetje. Ai në fakt nuk e donte. Nuk ikte, ai kishte hallë që tikte, Dhe her pas here më dërgonte Shkullaku një mesazh, po boll.